Banorët e fshatit Varibop në njësinë administrative Cakran kanë protestuar paraditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm në rubinetat e qesmave të tyre. Ata pohojnë se duke filluar nga muaji maj dhe gjithë muajt e verës, prej një dekade veçanërisht 40 familje të lagjes Dautaj nuk furnizohen me ujë të pishëm. Banorët detyrohen t'u drejtohen burimeve të fshatit rreth 3 kilometra larg banesave të tyre. Jemi 40 familje këtu pa pikë me ujë. Është e njëjta gjë për vit këtu, gjithmonë sakin për ari nuk ka ujë. Dhe si ja bëni për të plotësuar nevojat me ujë? Me element bazik. Mundohen se vjen nëpër pompat, domethënë ujin e kena Varibop, po mendojmë të vjen nëpër pompat me makina, do bëj hashëm benzinën, edhe neve që mundemi dakord, po ka sa të tishëm nuk munden. Nuk e di se bajnë. Është shumë vështirë. Sa larg janë pompat prej këtu? Janë gati një çerekore me makinë. Para një javë erdhi drejtori i ujit. Tha që do t'ua çojmë na 4 orë, do ta bëjnë 8 orë. As 8 orë u realizua, as 4 orë nuk e kemi. Le të marri dhe patozi, po të marrim edhe neve. Na lidhën andeja dhe të marrim ujë. Kemi ujë të pishëm, kemi 35 vjet që po vojmë të njëjtën gjë. Në dimër na vin ujë këtu janë sa çan edhe tubot edhe na janë prishur edhe rrugët. Edhe është problem i madh, në behar vujmë 5 muaj pa ujë. Banorët pohojnë gjithashtu se përballë mungesës së ujit janë detyruar të hapin puse, por përpjekjet e deri tanishme kanë qenë të dështuara, pasi thatësira ka bërë që deri në 100 metra thellësi të mos ketë ujë. Ata theksojnë se edhe punimet për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit kanë qenë jo cilësore. Se të bëj pusun kur unë e kam ujë të Varibop dhe të terë ujë shkon patoset për neve s'njelet as pak. Është e lejueshme që tokat ne i kthyem puse edhe ujë në përpir s'kemi. Neve na ka vënë shkelmi si për ujë, si për rrugët, edhe tër dimri, po u njomën telat edhe drita s'kemi. Do 200 metra këtu që të bësh pusë. Nuk e ashtu do. Që të bësh puzit edhe 10 milion lekë mos të ashuja. Faturat janë tëra të paguara, muaj për muaj ti merr. Po ne nuk kemi as kur e plak fshati, as kryetar komune, nuk ka asnjë gjë. Unë jam ankuar edhe te kryetari, edhe te plaku fshatit dhe nuk ngrihet. Nuk kam çfarë të bëj thot. Çfarë do ta nxjerrim te pusin? Jemi moshatar më të keq, nuk kemi lekë. Në 80.000 lekë me 100.000 lekë që marrin pension, atje faturat i paguaj të tëra. I kam asnjë gjë nuk i kam shtetit, borxh. As edhe një gjë, vetëm i kam të paguara çdo gjë. Edhe ujë s'kemi. Përballë kësaj problematike, banorët bëjnë apel të dëshpëruar për reagim nga institucionet përgjegjëse, ndërkohë që shoqëria rajonale e ujësjellës kanalizimeve Fier ka bërë të ditur se do të marrë masa të menjëhershme për furnizimin tetor në ditë me ujë të fshatit Varibop, ndërsa u ka bërë thirrje banorëve të jenë të kujdesshëm për të mos shpërdoruar ujin, pasi kërkesa gjatë muajve të verës është e lartë.